banorëve të xhenetit, sa herë të hapet një ushqim, një pemë ose diçka e tillë, kanë me thonë hadha alladhi ruzaqna min qabl. Kjo po duket sikur që ajo me të cilën i na furnizu ma herët, të më thënë dunja, po edhe ditë e kalume në gjenne. Për shembull, nëse t'japet ditën e tretë diçka në gjenne, ndodhet që t'japet diçka që të rëdhan ditën e parë në gjenne, mirë po në ditën e tretë kur t'japet ndryshon komplet. Për ata kur e shohin banorët e xhenetit thojnë hadha alladhi ruzaqna min qabl, po duket si çajo që kena hongër përpara. O utu bihi mutashabiha, ju është dhanë e ngjajshme, të më thanë, e merë kur e sheh i duket sikur ajo që e ka hongër më herët, ama kur të provon është krejt tjetër. Të më thanë, mirësitë e xhenetit vazhdimisht shkojnë të nru, gjithmonë shkojnë të nru. Nuk ka diçka që ka mundësi me thanë, ma është bo Allah në rritë tepër. Ose nuk moj ma këta se e kom provu. Gjithçka që a provon, gjithçka që a han, gjithçka që a shijon, xhenetit e Allahut azza wa jall është shije e veçantë që jep kënaqësi banorëve të xhenetit. Allahu azza wa jall na bëf për tyne.